Mirë dhe i qenë masë Do flasim pikërisht për mishin e kontaminuar, që kujdes, Orion, unë erën tjetër mendoj që ti duhet të jesh antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës për të propozuar këto idetë. Një sekond, nuk bëhem dot Këshill Bashkiaku se s'jam spion. Nuk bëhem dot. Po futën në politikë ti, në mos të dhënë qatë 2000 vota, po jam, do t'a heqë. Nuk bëhet në shpallësh një kandidatur që të fshekë, që sa ditë ne Orion, jemi që jemi kandidat për Bashkinë e Tiranës. Nuk janë kot. Jo. Nuk Do dua. ishe një kandidatur fantastike, më beso. Do me thënë, unë se kuptoj si të vish ta Ulanda në emisionin tonë dhe të më fyesh mua të më thësh këshilltar. Ore, jo ti s'po. Ti për këshilltar jam unë. Ti nuk po dëgjon, unë po them shpall kandidaturën se me që zgjehen opozita, me që zgjehen. Erioni është vetëm bardh dhe azi. Ne jemi këtu për të dhënë mesazhe, për t'ju folur njerëzve për ato probleme që kanë hall. Nuk i dua ato 100.000 lekshin e atyre, nuk e dua, fare. As lejet e ndërtimit e atyre, as parat që japin në dorë, as gjë s'duan ato, fare, as një gjë fare. Po, ata e kanë blokuar ndryshimin, sepse, si thot zotria, është turpi zotit të kërkosh zgjidhjen e Këshillit Bashkiak. Ta gjejmë teatrin, Ore, ta gjejmë teatrin. Ja ta them unë çfarë zgjidhjet, ja ta them unë zgjidhja ime është kjo. Dini atje në shesh, rrethojeni Këshillin Bashkiak e ta shkosh se s'ka ku të vënë ata. Një vlonjat. Një vlonjat të fut atje dhe u tund gjithë Shqipëria. Një vlonjat. E kupton? Një vlonjat duhet këtu, e kupton? Lese e diun atë. Ismaili tret. E kupton, kështu që ta kam fjalë. Po se i dyti është ai vlla me atë mjekrën e bukur mos na. Politikë emisionin, Jo, s'kam punë fare me politikë, unë po bëj thirrje qytetarie. Se ne kemi alergji vlla. Ne na dridhet mish na politika. Nuk duam ne, po duam qytetaria ama. Ti kërkojnë politikët dhe heqin zvarret, i thuar, qa bën ti aty? Ngron vezë në karike? Sto, hape gol, shojë zërin, e kupton? Për këtë se bëjnë ata. Vezë të tyre ngrojnë ata. Këtë se bëjnë, të shkojnë të kërkojnë të drejtën. Aq kesh janë në këtë sa njëri që e bëri, ju vërsurën gjithë osa i madhë, mi që si bën dhe këngë, kupton? Ti bëni në këngë si Zani Çavushi. Bën këngë. Ishte vetëm këshilltar pa pallat, ndaj. Po, edhe kjo është e vërtet. Kështu që nuk duan ato pallate fare. Ta Ulanda më beso. Nuk ka qenë kur dëshira ime për të marrë gjëna politika. Dua të marrë vetëm shëndet na Zoti dhe asgjë tjetër. S'dua fare asnjë gjë. Më vjen keq për fëmijët e njerëzve që me drejtë Ornella është e terrorizuar kur e thotë më gjethet misht. Dhe ne duhet ta kuptojmë këtë gjën, se një njeri sikur të dhunohet, një njeri sikur të dëmtohet gjithë njerëzimi. Po ne nuk e marrim seriozisht, për këtë më vjen inat mua. Po ndaj duhet ta marrësh. Po të garantoj që ka 1 milion zgjidhje, jo një. Ndaj duhet ta marrësh dëgjoj. Unë mund të them 100 zgjidhje tani kështu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ndaj duhet ta marrësh seriozisht propozimin. Ndaj duhet ta marrësh propozimin. Po ja sepse. Sepse njerëzit që kanë hall nuk bërtasin. Për këtë arsye nuk e marr. S'dua. Ndaj duhet nuk dua ti ndihmoj zotri. S'dua ti nxjerr na balta se janë mirë në balt. Deri në Baltri, në Lucë, e kupton, kënaqen me atë. Kur të heqit dorë në Balta, më kanë aty mua. Kur të jenë plak me një dhëm, dalë aty dhe heq zvarë gjithë. Po duhet një Nikola Koperniko burr. Po jo pra se nuk duan, e kupton apo jo, nuk duan. Të dalë. Ore shko, ky është një komb që aktivizohet në lagje vetëm kur ka ndeshje. E kupton ti apo jo? Fëmijët e këtyre ulurin dhe në orën 1 natës poshtë pallatit. Do edhe një granat në një ditë, e kupton çfarë bëjnë këta? Granat metaforike, se s'kam granate, kupton? Po them, të vjen. Kov me ujë. Të që thot Klodi, nuk din ku kanë fëmijët, e kupton? Nuk i din ku i kanë. Poshtë pallatit presin. Po lere qa poshtë pallatit do zoti se unë i shoh që vetëm rrife. Presin orën 12 që t'i den fishek zjarret e rastit. Kjo është një problem në çdo lagje. Nuk ke se çaj. Mos e merr kaq seriozisht. Jo, nuk e marr. Jo, unë se marr. Këshilli Bashkiaku, Unë se marr seriozisht. Por Zoti i ka dhënë njerëzve zë dhe mend, siç thot Klodi me drejt, për të reaguar. Ta përdorim, po. Për të reaguar. Jam shumë dakord me ty. Për më të mirën. Nuk reagojnë kur shohin gjëra që nuk shkojnë. Ama reagojnë, Kemi një opozitë të tërë tani se dua të qeshim çik. E kupton që po lozin odha një letër mu në post, ajo rrugës humbi. E kupton, nuk e gjej dot letrën. E kupton, nuk janë dot 100 veta, 200 veta në gjendje të thonë ora hajde ti vlla. Tani, jemi kush është? Po varet ku i ke gjetë ata 100 veta 200.
O i zoti shpisë. Ata që vete aty nuk e kanë marrë mandatin për muaj për ty o zotri, e kanë marrë për të mbyllur Ta gëzojnë zëmra. Jo, e Ta kanë marrë gëzojnë për të shpirt. mbyllur punët e tyre. Zëmra, kur të mbyllin punët e tyre, isha lanën hapur punët e këtyre tjerëve. Derisa ta kuptojnë, do vase vjen dita. kemi hequr dorë, djalë mandatit do vemi. Mesazhit, lutem. Se Rimelci me gjitha të mendje, edhe ti me gjitha të mendje, tjetri Marcela me gjitha të mendje rin rrugëve. Këshilli e ti se ne jashtë. Ne nuk kemi mesazh, kemi vëndçe. Nuk kemi punën tona, por nuk kemi mundësi të shërbejmë më shumë nëse qytetarët nuk fillojnë të mendojnë seriozisht se cila është e mira e tyre. Eksakt. Mesazhi jam dakord për mua shkon për Jo, s'dua mesazh, jo. Për familje. Jo, s'kemi mesazhe kësaj radhe. Kemi vëndçe. Ta lë për gjyq. Jo, s'dua mesazh, harxoj, kemi një vëndçe. Mendoni ju të tjerët ndërkohë që edukoni fëmijët, sepse shumë fëmijë të tjerë dhe shumë nëna po përballen me disfata të ndryshme. Edukata vjen që nga familja, shkolla, shoqëria, por unë kam te familja e para. Aty është thelbi dhe çelësi kryesor i çdo. Familja prindi 1, prindi 2, prindi 7. Prindi 1, prindi 2, po flasim tani për familje. Nëse ti e di se ku është fëmia jote, e di. Nëse se di pastaj. Po e shkatroj familjen me dhunë, kështu që është e kohë. Jo. Çdo kush që një familje që është e fortë nuk ka kush të shkatrojë. Nëncja ime është përdorni fjalën. Mels? si ta përdorin fjalën të mbështjell me baseball-i? Se këtu dëgjoj. Fjala ishte e para. Përdorni jam dakord. Veprimi. Taulana, të bëj një pyetje. Si ka mundësi që jemi kombi në botë, që kemi më shumë shkopim baseball-i nëpër makina dhe se përdorin fare si sport? Për çfarë e përdorin ata? Jam kureshtar. Nuk e kam këtë Kush e di çe ke? Kush e di çe ngjyrë ka për të sjell njerëzit të islam. Mizat më shkoja. Është shumë e vërtet. Për të trembur mizat. Ne edhe pistoletës i themi me fjalën e bukur hacker. Përdorin një fjalë hackeri. Ka hacker me vete. E ka hacker. Okej, e kupton? Pra hacker aty nëpër makina, mbushur makinat me ekra. Klod, vëndçja juaj? Jo, vëndçja ime është hapni çakrat. Tani do një njeri që hapë çakrat, se si hap do të vetë çakrat tani. Vazhdo. Dëgjoj. Besoj se shikoni këtë bluzën roz këtu që është tetori roz. Është një nga kauzat që unë mbështes fort dhe po e çoj edhe këtë mesazh me 25 tetor, pra që është ashtu në orën 10 unë organizoj një event fest joge tek liqeni, vëndçe, për gjininë femrore, për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Çfarë duhet i them të rinjve? Pra, besoj se e lexoni këtë? Unë e dua veten. Shumë mirë. Unë e them vetes këtë, edhe unë ndërkohë i them, thueni që unë e dua jetën. Okej? Pra, një nga dhuratat më të bukura që ju ka dhënë nëna juaj është jeta. Pra, nëse e doni nënën tuaj, përpiquni mos ta lëndoni atë kundrejt dhunës që shkaktoni tek një adoleshent tjetër. Sepse lëndoni nënën e atij, po dhe nënën tuaj. Pra, nëse i doni nëna tuaja, përpiquni që t'jeni me sa më shumë zemër, paqe, dashuri dhe jo dhunë. Mels? Të dashur adoleshent, fëmijë, duani jetën, duani veten tuaj, ndërsa për ju prindër, në qoftë se nuk kujdeseni për fëmijët, koka tuaja hëngshi. Viroza. Vëndçe, pa. Vëndçe. Pastaj e ka thënë dhe dikush para me të hang kokat e tyre. Jo, nuk e kam, jo, nuk ta habita, është çështja që dalin nga zëmra ato, është çakër ajo, ja. Zëmra është çakër. Hap ajo çakra. Po hap çakra. Këtu e ka zjarra i, pa dhe qia. Shqiptarët ka vetëm një çakër, vlla. Që ta anë që ta kenë gojnë të mbushur me ndonjë gjë. E kupton edhe që të shajnë pa e kuptuar se ç'a thua. Të tjerat janë betonizuar. Janë betonizuar. Kështu që mendimi im shumë i thjeshtë është, nuk e shpëton dot fëmijën tënd. Edhe sigur ta shtrëngosh fot për dorë, sepse mënyra e vetme për ta shpëtuar është të shtrëngosh për dorë edhe fëmin tim. Po s'bëre këtë, s'ke bërë asgjë. Po, absolutisht. E kanë çakrat këtë? E kanë? Si shumë çakra, kjo po hap. Po. Hyn te çakrat. Me çakra dorës, dora është çakër. Dëgjoj. Dhe pa shtuar asgjë nga kjo fjali, se nuk mund të flasësh mbas Erionit. Unë nuk e di, unë s'flas. Do flasi paneli 2 mas me. Shkoj me njërë në publicitet.